Në vitën e fundit kur kemi folë për Sonikun, kemi cek që te Soniku është duke u rrit TVL-i, edhe kjo mund të ndiku edhe në rritjen e çmimit. Pastaj u pa që Soniku bën edhe një lëvizje dikon rreth 50% e TVL-i ka vazhduar me rrit në mënyrë eksponenciale. E njëjti sa është ndodhur ky projekt që do na fol sot, projekti është SEI, ku sot ka bu all time high TVL-ja e SEI-t. Çfarë është TVL-ja? TVL-ja është numri i aseteve të cilat e përdorin DeFi protokollet në atë blockchain për me bo stake ose për me rrit likuiditetin e aty në aseteve në atë blockchain. Në këtë rast që po flasim për blockchainin e SEI. SEI është një layer në blockchain i cili e siguron infrastrukturën për krijimin e këmbimoreve, qofshin ato CEX-a ose DEX-a. Pra, kur dënë me bo një investim caktuar, sidomos të një layer një blockchain, si në këtë rast SEI ose Sonic ose Aptosi, është domosdoshme me hime e pa në ndonjë platformë ku mundi mi pa on-chain metrikat, në këtë rast TVL-n, se apo ka rritje. Në këtë rast SEI, TVL-ja SEI është në all time high, që është i paralajmërim që çmimi i SEI shumë shpejt mund me pas një ngritje të madhe. A do ndodh kjo apo jo? Normalisht varet edhe prej gjendjes së marketit, mirë po kjo ja vlen me u përcjell në vazhdim. Normalisht gjithçka që thuhet nëpër video tona nuk ka këshill financiare dhe para se me investu, jo dëni me hulumtu edhe vetë. Decode 5.0